Shtëpia e Bardhë ndryshoi qëndrimin për COVID-19, mjeku Edvin Prifti, së shpejti edhe për vaksinat. Shtëpia e Bardhë ka ndryshuar plotësisht funksionin e faqes federale COVID.gov, e cila fillimisht ofronte informacion për pandeminë dhe mënyrën për të porositur testet. Tani është një faqe interneti përkushtuar tërësisht për teorinë e presidentit Donald Trump se pandemia e COVID-19 e ka origjinën nga një laborator kërkimor në Huankin. Lidhur me këtë ndryshim ka reaguar edhe mjeku Edvin Prifti, i cili thotë se shumë shpejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të distancohet edhe nga vaksinat. Po tani, çfarë duhet të themi? Kush duhet të flasë dhe si duhet të flasë, të dashur miq? Kush thotë të vërtetën urrehet më shumë, pasi ne njerëzit jemi qenie që duam komfortin dhe shumë më pak të vërtetën. Por kur dikush ju ka treguar këtë të vërtetë për të mirën tuaj dhe kjo vërtetohet 5 vjet më pas, minimalisht dikushi ishte edhe është krenar për të vërtetën. Tashmë shtëpia e Bardhë distancohet plotësisht nga brotshkullat që ju than njerëzimit për COVID-19. Shumë shpejt do të vi distancimi edhe ndaj vaksinave përkatëse. Shtëpia e Bardhë në websajtin e saj konfirmon gjithçka që ju kam bërë të ditur ndër vite, bile edhe emrat dhe mbiemrat e njerëzve që e prodhuan COVID-19. Mirënjohje ndaj çdo kujt që humbi jetën dhe u persekutua për të arritur në këtë të vërtet përfundimtare, shkruan mjeku Edvin Prifti.